Milionerja bireson djalin e pastruese që ndroi jetë në qytetin e zhurmshëm të Tiranës, ku rrugët e ngushta dhe dritat e neonit përplaseshin me hijet e ndërtesave të larta. Ekzistonin dy botë të kundërta që rallhaseshin. Njëri ishte ai i lukseve të pafundme, ku milionerët rrotulloheshin në gala dhe festa private, duke pirë vera të shtrenjta dhe duke shkëmbyer kontrata që vlerësoheshin me miliona euro. Tjetri ishte bota e thjeshtë e punës së palodhur dhe sakrificës, ku njerëzit punonin orë të tëra për një rrogë që ndonjëherë nuk mjaftonte për të mbuluar nevojat më elementare. Elisa Dervishi ishte një nga figurat më të njohura të kësaj bote luksoze. Një milionere e njohur për stilin e saj të jetesës, elegancë dhe përfaqësimin e një klase të privilegjuar që shpesh duket e paprekshme për të tjerët. Shtëpia e saj në blok ishte një pallat modern me fasada prej xhami dhe një kopsh që dukej si nga revista ndërkombëtare të dizajnit. Përballë kësaj luksi, punonjësit e shtëpisë jetonin një realitet krejt tjetër. Pastrues, kamarier, shofer, njerëz të përulur që rrallë kishin zë dhe shprehje në këtë botë të mrekullueshme dhe të izoluar. Mes tyre ishte edhe Ardi, një djalosh 22 vjeçar, i cili kishte humbur prindërit e tij shumë herë. Jetonte me gjyshen e tij në një lagje të ngushtë dhe të thjeshtë, duke punuar çdo ditë si pastrues në pallatin e Elisas. Ardi nuk e kishte pasurinë, as mundësitë e shtrenjta që kishin fqinjet e tij, por kishte një zemër të madhe dhe ëndra të mëdha për një të ardhme më të mirë. Jeta e tij ndryshoi një mëngjes dimri kur Elisa, duke ecur me salloneve të shtëpisë së saj të zbukuruar me piktura dhe skulptura moderne, e pa për herë të parë Ardin duke pastruar dyshemen e shtruar me qilim të shtrenjta. Nuk ishte hera e parë që ajo shihte punëtorët e saj në detyrë, por diçka tek ai e bëri të ndalte dhe të shikonte më gjatë se zakonisht. Sytë e tij të qetë, buzëqeshja modeste dhe përkushtimi i pashoq për detyrën e tij e tërhoqën në një mënyrë që Elisa nuk mund ta shpjegonte. Ardi, tha ajo papritmas, duke e thirrur me zë të qetë por autoritar, mund të flasim një çast? Djali u ndali i befasuar nga zëri i saj dhe ndieu një përzierje emocionesh, nder, turp dhe kureshtje. Ai nuk e kishte menduar kurrë që një milionere do t'i fliste drejt për drejt, aq më pak për të pyetur për diçka personale. Sigurisht, zonja Elisa, përgjigjej ai me një respekt të thellë, duke ndjerë secilin fjalë të tij si të rëndësishme në këtë moment. Ajo e çoi në një dhomë të vogël, ku dritat e mëngjesit depërtonin lehtë përmes perdeve të trasha, duke krijuar një atmosferë të ngrohtë dhe pak misterioze. Për disa minuta të vetme, heshtja mbuloi të dy, si një tension që presonte të shpërthente. Ardi, kam ndjer një gjë të çuditshme, filloi ajo duke e parë në sy. Diçka tek ti më bën të mendoj se nuk mund të qëndrohesh vetëm me atë që ke tani. Nuk e di pse, por më duket se jeta jote ka nevojë për një shtys, për një mundësi që nuk e pasur kurrë. Djali nuk e kuptoi menjëherë ku po shkonin fjalët e saj. Zemra e rrite shpejt dhe mendja e tij filloi të përshkonte të gjitha skenat e mundshme. A do ta ofronte ajo një punë më të mirë? A do t'i ndihmonte për gjëra materiale? Apo ndoshta ishte vetëm një konstatim i rastësishëm, pa domethënie të madhe? Elisa e shikoi gjatë, duke u siguruar që çdo fjalë të mbërrinte në mënyrë të qartë. Unë dua të bëhem diçka më shumë për ty, Ardi, tha ajo. Dhe këtë herë zëri i saj kishte një ngrohtësi të rrallë që rrallë mund të gjende në zyrat luksoze dhe sallonet e saj. Dua të jap një mundësi të jashtëzakonshme. Diçka që mund të ndryshojë jetën tënde për mirë. Djali mbeti pa fjalë. Nuk e priste kurrë që bota e saj e bukur dhe e largët do të hynte kaq thellë në jetën e tij të përditshme. Ai ndjeu një përzierje frike dhe shpresë, frikë nga e panjohura, shpresë për një të ardhme më të ndritur. Çfarë do të thotë kjo, zonja Elisa, pyeti ai, duke u përpjekur të ruante qetësinë, por me një dridhje të lehtë në zë. Ajo buzëqeshi dhe u afrua pak më pranë, duke e parë në sy me një sinqeritet që rrallë shfaqej në botën e saj të ftohtë dhe të sofistikuar. Do të doja të besoja një pjesë të pasurisë sime, Ardi. Po, e di që mund të tingëllojë e çuditshme, por dua të investoj tek ti në të ardhmen tënde në ëndrat e tua. Nuk është diçka që bëj shpesh, por tek ti ndjej diçka të veçantë. Djali ndjeu që gjithçka rreth tij u ndal për një moment. Mendimi i tij i parë ishte i thjeshtë. Apo ajo ka një motiv të fshehtë? Apo jam vetëm një lojë për të kaluar kohën? Por më pas, diçka tek mënyra si ajo fliste, mënyra si e shikonte, i tha që kjo ishte serioze. Ai priti disa sekonda, pastaj foli me një zë të përmbajtur. Zonja Elisa, nuk e di çfarë të them. Është shumë papritur për mua, por faleminderit. Nuk e kam marrë kurrë këtë lloj mundësie në jetë. Elisa buzëqeshi dhe ngriti dorën në shenjë miratimi. Mos e shqetëso mendjen tani për detajet, Ardi. Kjo është vetëm fillimi. Do të mësojmë rrugën së bashku. Nga ajo ditë, jeta e Ardit nuk ishte më e njëjta.
Një seri ngjarjesh do të vinte, ngjarje që do të sfidonin për ulësinë, ëndrat dhe shpresën e tij. Një botë e re po hapte dyert për të, një botë që shumë mund ta quanin të papërballueshme, por për të ishte një mundësi e jashtëzakonshme. Ditët pas bisedës së tyre të parë ishin të mbushura me emocione kontradiktore për Ardin. Ai vazhdonte të shikonte pallatin e Elisas me një ndjenjë të çuditshme, një kombinim të habis dhe respektit. Nuk kishte kurrë parë një botë kaq të largët nga ajo e tij, ku gjithçka duke e përkryer, por edhe e brish në një mënyrë që nuk mund të përshkruhej me fjalë. Elisa nga ana tjetër nuk e kishte harruar Ardin. Përtej statusit të saj dhe pasurisë së saj të jashtëzakonshme, diçka tek ai e tërhoqi një përulësi e rrallë dhe një kuriozitet që nuk mund të blihej me asnjë shumë parash. Ajo filloi të planifikonte se si mund ta ndihmonte në mënyrë konkrete, pa e turpëruar dhe pa e detyruar të ndiej borxhli. Një mëngjes të ngrohtë janari, Elisa e thirri Ardin në kopshtin e madh të pallatit. Ai u shfaq me uniformën e tij të zakonshme të punës, duke mbajtur koston e detyrës dhe një ndjenjë respekti që nuk e fshehu dot. Ardi, sot dua të tregoj diçka, tha Elisa, duke ecur ngadalë me spemëve të dekoruara me dritat e dimrit që akoma mbjetonin pas festave të fundvitit. Është koha të marrësh disa vendime për jetën tënde. Unë dua të jap një mundësi të jashtëzakonshme, por nuk mund të bëj asgjë pa dëshirën tënde. Djali e ndiqte me vëmendje, duke ndier një ndjenjë frike dhe emocion që përziheshin në çdo frymëmarrje. Ai nuk e dinte çfarë do të ndodhte, por diçka tek mënyra si ajo fliste e bëri të ndihej i mbrojtur dhe i rëndësishëm. Zonja Elisa, unë nuk e di si mund të falenderoj, tha ai duke ulur kokën paksa nga modestia. Kjo është shumë për mua. Ajo buzëqeshi dhe ju afrua më pranë. Ardi, nuk është falënderim. Kjo është një mundësi, por çdo mundësi ka përgjegjësitë e veta. Ti do të duhet të mësoje, të punosh dhe të rritesh. Nuk është vetëm dhuratë, por një rrugë që do të kërkoj guximin dhe vendosmërinë tënde. Ai e kuptoi menjëherë që kjo nuk ishte thjesht një fjalë e thjeshtë, por një vendim që mund të ndryshonte tërë jetën e tij. Zemra e rrihte fort, por mendja filloi të vizualizonte një të ardhme që deri tani e kishte menduar vetëm në ëndra. Ditët që pasuan ishin të mbushura me trajnime të veçanta, leksione dhe udhëzime që Elisa i siguronte Ardit. Ai mësoi rreth menaxhimit të parave, biznesit, etikës së punës dhe sjelljes në një shoqëri ku çdo gabim mund të kushtonte shumë. Në fillim ishte vështirë. Disa ditë ndihej i humbur, i papërshtatshëm dhe i lodhur, por ajo nuk e detyronte të dorëzohej. Ajo inkurajonte çdo herë, duke mbajtur pranë si një udhërfyes të durueshëm dhe të kujdesshëm. Një pasdite, ndërsa ulën në një nga dhomat më të qeta të pallatit, Elisa i tha: Ardi ka një mundësi të madhe që mund të ndryshojë jetën, një investim që mund të të jap pavarësi të plot. Por është rrezi. Ti duhet të vendosësh nëse je gati të marrësh këtë përgjegjësi. Djali e shikoi me seriozitet. Unë jam gati, zonja Elisa. Çdo gjë që mund të mësoj nga ju, do ta pranoj. Nuk dua të humbas këtë shans. Ajo buzëqeshi dhe shikoi me krenari të fshehtë. Mirë, pastaj le të fillojmë një kapitull të ri së bashku. Por rruga përpara nuk ishte e lehtë. Një seri sfidash dhe pengesash po e prisnin Ardin nga dyshimet e tij për veten, deri tek paragjykimet e atyre që nuk mund ta imagjinonin që një djalosh i thjesht nga një lagje e varfër të kishte një shans të tillë. Çdo hap ishte një provë për guximin, durimin dhe vendosmërinë e tij. Në fund të këtij kapitulli një gjë ishte e qartë. Ardi nuk ishte më thjesht pastruesi i pallatit. Ai po bëhej një pjesë e botës së Elisas, një botë që kërkonte më shumë se vetëm pasuri. Kërkonte forcë karakteri, zemër dhe guxim për të sfiduar normat. Dhe kjo ishte vetëm fillimi. Jeta e Ardit filloi të ndryshonte në mënyra që ai nuk e kishte imagjinuar kurrë. Nuk ishte më thjesht një punëtor i përulur në pallatin e Elisas. Ai ishte bërë pjesë e një bote që i kishte dukur gjithmonë e paarritshme. Por me këtë ndryshim erdhën sfida që nuk mund t'i shmangej. Dita filloi si çdo ditë tjetër, me një program të ngjeshur mësimesh dhe detyrash që Elisa kishte përgatitur për të. Ai mësoi rreth mënyrës se si funksiononin investimet, si të lexonte kontratat dhe si të menaxhonte një llogari bankare të mëdha. Çdo detyrë ishte një provë për durimin dhe vendosmërinë e tij. Një mëngjes, ndërsa po shërtonte disa dokumente të komplikuara financiare, Ardi ndjeu një ndjenjë frike që e përplasi papritur. Ai kuptoi që çdo vendim që do të merrte mund të kishte pasoja të mëdha, dhe gabimet nuk mund të fshiheshin me një buzëqeshje apo një justifikim të thjeshtë. Ardi, mos u shqetëso, i tha Elisa, duke hyrë në dhomë dhe duke parë tensionin në fytyrën e tij. Ky është vetëm fillimi. Gabimet janë pjesë e procesit. Mëso nga çdo gabim dhe vazhdo përpara.
Por jo gjithçka ishte e qetë. Ndërsa Ardi po mësonte dhe po përparonte, ai filloi të ndjente shpesh izolimin. Miqtë e tij të vjetër nga lagja nuk e kuptonin ndryshimin e tij. Disa shikonin me xhelozi, të tjerët me dyshim, dhe kjo e bëri të ndjehej i vetmuar në këtë rrugë të re. Një pasdite, ndërsa ishte duke punuar pra një tryeze të madhe me dokumente dhe laptop, një nga punonjësit e pallatit ju afrua dhe e pyeti: "Si po e përballon këtë, Ardi? Nuk duket se është e lehtë për ty." Ardi heshti për një moment, pastaj përgjigjej me një qetësi që nuk e kishte zakonisht: "Nuk është e lehtë, por nuk dua të dorëzohem. Kjo është mundësia ime dhe dua ta shfrytëzoj." Elisa, e cila po e shikonte nga dera, ndjeu një ndjenjë krenarie. Ajo e dinte që rruga ishte e gjatë dhe e vështirë, por tek Ardi kishte një diçka që nuk mund të mësohej në shkolla apo libra, një vendosmëri të brendshme që mund ta çonte përpara pavarësisht çdo pengese. Një natë, ndërsa pallati ishte i heshtur dhe vetëm dritat e jashtme ndriçonin dhomën e saj, Elisa e thirri Ardin për një bisedë private. "Ardi, tani që je këtu për disa muaj, dua të flasim për një hap më të madh," tha ajo me seriozitet. "Kam menduar të jap një mundësi që mund të ndryshojë gjithçka. Por duhet të jesh i përgatitur, sepse nuk do të jetë e lehtë dhe jo çdo gjë do të jetë siç duket." Djali e shikoi, duke ndier një përzierje frike dhe emocion. "Çfarë do të thotë kjo, zonja Elisa?" pyeti ai. Ajo ju afrua dhe foli me një qetësi të thellë. "Do të jap shansin të investosh dhe të menaxhosh një projekt timin personal. Nuk është vetëm një shans financiar. Është një provë për të treguar që je i aftë të bësh vendime të vështira dhe të marrësh përgjegjësi të mëdha. Por kujto, çdo hap i gabuar mund të ketë pasoja serioze." Ardi ndjeu një adrenalin të papërshkrueshme. Ai kuptoi që jeta e tij po hynte në një nivel tjetër, ku zgjedhjet nuk mund të ishin të lehta dhe ku guximi ishte më i rëndësishëm se gjithçka tjetër. Ditët që pasuan ishin një sfidë vërtet. Ai punoi pa pushim, duke marrë vendime që shpesh e bënin të dyshonte tek vetja. Por çdo ditë që kalonte, ndjente se po rritej, po bëhej më i sigurt dhe më i aftë. Një ditë, ndërsa po përgatitej për një takim të madh biznesi, Ardi ndjeu se nuk ishte më i njëjti djalosh i thjesht që kishte hyrë për herë të parë në pallatin e Elisas. Ai kishte mësuar, kishte rritur vetbesimin dhe kishte kuptuar se fuqia e tij nuk qëndronte te pasuria, por te vendosmëria dhe kurajoja për të përballuar çdo sfidë. Në këtë pikë, një kapitull i ri i jetës së Ardit ishte duke u hapur, një kapitull që do të testonte jo vetëm aftësitë e tij, por edhe moralin, vlerat dhe lidhjen e tij me botën e Elisas. Jeta e Ardit ishte bërë një labirint i përzier i mundësive dhe sfidave. Ai kishte hyrë në një botë ku çdo vendim kishte pasoja, ku çdo gabim mund të kushtonte shumë dhe ku besimi i Elisas ishte si një pasqyrë e vërtetësisë së tij. Por tani, ndërsa po përgatitej për një nga takimet më të rëndësishme të jetës së tij, ai kuptoi që nuk ishte vetëm një provë financiare, ishte një provë e karakterit. Takimi u zhvillua në një sallë të madhe me dritare të larta që shihnin mbi qytetin. Përballë tij ishin biznesmen dhe investitorë që nuk e njihnin, të rrethuar me dokumente, tabela dhe projekte të mëdha. Zemra e Ardit rrite fort dhe mendja e tij përshkonte çdo mundësi dhe çdo rrezik. Njëri prej tyre vështronte me skepticizëm dhe tha me një zë të fortë: "Djali, ti je i ri dhe nuk e përvoj. Si mund të menaxhosh një projekt kaq të madh?" Ardi ndjeu se tensioni po rritej, por përkujtoi fjalët e Elisas: "Guximi dhe vendosmëria janë më të rëndësishme se përvoja." Ai u ngrit pak më i drejtë dhe foli me qetësi dhe siguri që nuk e dinte se e kishte brenda vetes. "Unë mund të jem i ri, por jam i gatshëm të mësoj dhe të marr përgjegjësitë e mia. Ky projekt nuk është vetëm një numër parash për mua. Është një mundësi për të treguar që vendimet e mia mund të kenë vlerë reale." Biznesmenët u shikuan ndërmjet tyre, disa me habi, të tjerë me skepticizëm. Por Ardi nuk u ndal. Ai vazhdoi të shpjegonte planin dhe strategjinë që kishte përgatitur me ndihmën dhe udhëzimet e Elisas. Çdo fjalë ishte një provë vendosmërisë së tij, çdo argument tregonte një pjekuri të papritur për një djalosh të vetëm disa muaj më parë. Pas disa orësh diskutimesh të gjata dhe pyetjesh të ashpra, një nga investitorët u ngrit dhe tha me një zë të butë: "Mbase ky djalosh ka diçka që ne nuk e kishim parashikuar. Ai ka kuraj dhe ide të qarta." Në këtë moment, Ardi ndjeu një frymëmarrje lehtësimi. Por ai e dinte që kjo ishte vetëm fillimi. Nuk kishte mbaruar ende, sfidat reale ishin të tjera. Ai do të duhej të përballonte paragjykimet e shoqërisë, pasigurinë e vetes dhe ndonjëherë tradhtinë atyre që nuk dëshironin të shihnin dik si ai të ngjitej lart. Në ditët që pasuan, Ardi punoi pa pushim. Ai mësoi të lexonte shenjat e tregut, të negocionte dhe të menaxhonte njerëzit që punonin për projektin e tij.
Disa ditë ndjeu lodhje të skajshme, disa ditë humbi besimin në aftësitë e tij. Por çdo herë që ndihej i dobët, fjalët e Elisas ktheheshin në mendjen e tij. Ti mundesh, sepse guximi nuk matet me pasurinë që ke, por me vendosmërinë tënde. Një pasdite, ndërsa ishte duke u kthyer në pallat pas një dite të gjatë pune, ai ndjeu një ndjenjë të çuditshme, një kombinim emocionesh që nuk mund ta shpjegonte lehtë. Zemra e rrihte, mendja po përshkonte gjithçka që kishte mësuar, dhe ai kuptoi se nuk ishte më i njëjti djalosh i pasur vetëm me ëndra. Ai po bëhej një djalosh që mund të merrte jetën në duart e veta. Elisa e shikonte atë nga larg, duke ndjer krenarit të fshehtë. Ajo e dinte që rruga ishte e gjatë dhe e mbushur me sfida, por gjithashtu e dinte që tek Ardi kishte diçka që nuk mund të blihej me asnjë pasuri. Një shpirt të fortë dhe një kuraj të rrallë. Në atë moment, një mesazh i papritur në telefon e ktheu Ardi nga mendimet e tij. Ishte një lajm që do të provonte jo vetëm aftësitë e tij në biznes, por edhe integritetin dhe vendosmërinë për të mbrojtur atë që kishte ndërtuar deri tani. Një dilemë e madhe po vinte, dhe zgjedhja që do të bënte mund të ndryshonte gjithçka. Disa javë pas takimit të madh, Ardi po përballej me një sfidë që nuk e kishte imagjinuar kurrë. Një nga projektet më të mëdha të investimit që Elisa i kishte besuar ishte në rrezik. Një lajm i papritur nga një partner biznesi i pabes mund të bënte që gjithçka të shkatërrohej, dhe përgjegjësia binte mbi supet e tij të rinj. Ai u ul në tryezën e punës, duke shikuar dokumentet dhe mesazhet në telefon, ndërsa mendja e fluturonte në çdo drejtim të mundshëm. Zemra e rrihte fort dhe një ndjenjë frike e përzier me përgjegjësi e mbuloi të gjithë trupin. Kjo nuk ishte thjesht një sfidë financiare, kjo ishte një provë morale, një moment që do të tregonte se sa larg mund të shkojë një djalosh i zakonshëm kur jepet një mundësi e jashtëzakonshme. Elisa hyri në dhomë pa paralajmërim, dhe syri i saj shikoi menjëherë tensionin në fytyrën e tij. "Çfarë po ndodh, Ardi?" pyeti ajo me zë të qetë, por autoritar. "Është një problem me partnerin ton," tha ai, duke u përpjekur të ruante qetësi. Ai ka vepruar pa autorizim dhe ka rrezikuar investimin. "Nëse nuk bëjmë diçka tani, mund të humbasim gjithçka." Elisa ul pranë tij dhe shikoi drejt në sy. "Kjo është saktësisht arsyeja pse të kam besuar ty," tha ajo. "Nuk është vetëm për të menaxhuar projekte të thjeshta, është për të treguar karakter. Çfarë do të bësh?" Ardi ndjeu presionin të rëndonte mbi supet e tij. Ai mund të kishte shkuar tek një tjetër menaxher, të kërkonte këshilla të menjëhershme, ose të lejonte që situata të shkonte drejt katastrofës. Por një ndjenjë e thellë brenda tij i tha që ai nuk mund të bënte këtë. "Nuk mund të dorëzohej, do të flas direkt me partnerin," tha ai me një vendosmëri të papritur. "Nuk mund të lejoj që të shkatërroj gjithçka përmes veprimeve të pabaza." Elisa buzëqeshi paksa, e lumtur që shikonte guximin e tij të dalë në pa. "Shko, Ardi, por kujto. Vendime që do marrësh tani do të tregojnë gjithçka për ty, jo vetëm aftësinë tënde, por karakterin tënd." Në bisedën që pasoi me partnerin e pabes, Ardi tregoi një kombinim të rrallë të mençurisë dhe vendosmërisë. Ai përdori njohuritë që kishte mësuar, aftësitë e negocimit dhe një ndjenjë të fortë drejtësie. Rezultati ishte surprizues. Partneri i habitur nga qetësia dhe bindja e Ardit u tërhoq dhe pranoi të rregullonte gabimet që kishte bërë. Projektet u shpëtuan dhe besimi i Elisas tek Ardi u forcuar edhe më shumë. Kur u kthye në pallat, Ardi ndjeu një ndjenjë të pazakontë, një përzierje lehtësimi, krenarie dhe dhimbje për gjithë presionin që kishte përjetuar. Por mbi të gjitha, ai ndjeu diçka që nuk e kishte ndjer kurrë. Fuqinë që vinte nga vetbesimi dhe përgjegjësia për jetën e tij. Elisa e shikoi dhe i tha me një zë të butë: "Ardi, tani e kupton pse të kam besuar? Nuk është vetëm pasuria që ndryshon jetën e dikujt. Është guximi, vendosmëria dhe aftësia për të marrë vendime të vështira. Ti po rritesh më shpejt nga sa mendoje." Ardi buzëqeshi, duke ndjer një lidhje të veçantë me Elisan. Ai e kuptoi që nuk ishte vetëm një shans financiar që po merrte, por një mundësi për të ndërtuar një version më të fortë dhe më të vetëdijshëm të vetes. Dhe ndërsa nata ra mbi pallatin e shndritshëm, ai e dinte që rruga e tij sapo kishte marrë një kthes të madhe, një rrugë që do ta çonte përtej çdo ëndre që kishte pasur dikur. Ditët pas sfidës me partnerin e pabes sollën një ndjenjë triumfi për Ardin, por edhe një presion të ri që nuk mund ta injoronte. Ai e kuptoi se të përballojë një problem ishte vetëm një hap, tani duhej të mbante ritmin e suksesit dhe të tregonte që mund të qëndronte në këtë botë të re. Por ndërsa sukseset në biznes rriteshin, sfidat emocionale filluan të shfaqeshin. Miqtë e tij nga lagja e vjetër nuk e kuptonin ndryshimin, dhe disa herë shikonin me xhelozi. Ata ndonjëherë i thoshin me pak kuptim: "Ardi, nuk e ndryshuar vetëm ti,
po edhe ata që janë pranë teje duket se kanë ndonjë motiv tjetër. Ai ndjeu tensionin e një bote të ndarë. Njëra botë ishte ngushtë, e njohur, por e kufizuar. Tjetra ishte jashtëzakonshme dhe plot mundësi, por e pasigurt dhe e vështirë për të menaxhuar emocionalisht. Ardi kuptoi se për të shkuar përpara nuk mjaftonte vetëm mençuria dhe guximi. Duhej të mbante edhe zemrën dhe shpirtin të qetë. Një mbrëmje, ndërsa punonte vonë në zyrën e pallatit, Elisa hyri pa e paralajmëruar. Ajo e shikoi me një ndjesi të thellë mirësie dhe shqetësimi në të njëjtën kohë. Ardi, po ndjek çdo hap tëndin, tha ajo me zë të butë. Por kam një shqetësim. Nuk është gjithçka rreth parave apo projekteve. Ti duhet të kujdesesh edhe për veten dhe për ato që të bëjnë të ndihesh njeri. Ardi e shikoi dhe ndjeu një emocion të papritur. Nuk kishte menduar shumë për pasojat emocionale të ndryshimeve që po përjetonte. Zonja Elisa, ndonjëherë ndihemi vetëm. Nuk di si të përballoj të gjitha këto pritshmëri, të mëdhat dhe të voglat, tha ai me një zë të përmbajtur, por të ndjerë. Ajo ju afrua dhe vendosi dorën mbi supin e tij. Ardi, kjo rrugë që ke nisur nuk është e lehtë, por gjithmonë kujto që nuk je vetëm. Unë jam këtu dhe mund të mbështetesh tek unë, por duhet të mësohesh të besosh edhe tek vetja. Ai ndjeu një ngrohtësi të veçantë. Nuk ishte vetëm një ndihmë financiare apo profesionale. Ishte një mbështetje që i jepte siguri shpirtërore. Në atë moment, Ardi kuptoi se Elisa nuk ishte thjesht një milionere që po jepte mundësi. Ajo ishte një udhërfyes që i tregonte se forca e vërtet vinte nga brenda. Ditët që pasuan sollën një situatë të re. Një ofertë e jashtëzakonshme për të investuar në një projekt ndërkombëtar. Ishte një mundësi që mund të ndryshonte tërë jetën e tij dhe të Elisas. Por rreziku ishte i madh dhe çdo vendim kërkonte kurajo, pjekuri dhe një qartësi morale që Ardi sapo po mësonte të kishte. Ai ul në tavolinë, mendoi gjatë dhe kujtoi fjalët e Elisas. Guximi nuk matet me pasurinë që ke, por me vendosmërinë tënde. Zemra i rrihte, por kjo herë nuk ishte frikë, ishte një ndjenjë fuqie që vinte nga brenda. Ai e dinte se nuk mund të dështonte, jo vetëm për veten, por edhe për njerëzit që kishin besuar tek ai dhe për mundësitë që po ndërtonte. Në atë moment, një mesazh tjetër u shfaq në telefonin e tij, një lajm nga projekti ndërkombëtar që kërkonte vendim të menjëhershëm. Ardi e kuptoi se po hynte në një kapitull të ri, një provë që do të testonte jo vetëm aftësitë e tij, por edhe zemrën, vlerat dhe lidhjet e tij më të rëndësishme. Ditët e fundit kishin qenë të jashtëzakonshme për Ardin. Projekti ndërkombëtar që kishte marrë në dorë nuk ishte thjesht një mundësi financiare. Ishte një provë e madhe e aftësive, karakterit dhe vendosmërisë së tij. Çdo email, çdo telefonat dhe çdo takim ishte një hap drejt suksesit ose dështimit. Por sfida më e madhe nuk vinte nga biznesi, por nga zgjedhjet morale. Një investitor i madh, i njohur për taktikat e tij të forta dhe shpesh të paqarta, i ofroi Ardit një marrëveshje që do të siguronte fitime të mëdha për projektin, por me një kusht. Disa vendime të diskutueshme që mund të dëmtonin njerëz të pafajshëm dhe partnerë të tjerë. Ardi ul në tavolinë dhe shikoi dokumentet para tij. Zemra e rrihte dhe mendja i fluturonte mes dy opsioneve. Njëra ishte rruga e lehtë, pasuri e madhe dhe suksesi i garantuar. Tjetra ishte rruga e drejtë, ndjekja e parimeve dhe mbrojtja e njerëzve, por me rrezik të madh financiar dhe humbje të mundshme. Ai kujtoi fjalët e Elisas: guximi nuk matet me pasurinë që ke, por me vendosmërinë tënde. Por tani këto fjalë nuk ishin thjesht një motivim, ishin një test i vërtet për karakterin e tij. Pasi mendoi gjatë, Ardi vendosi të flasë me Elisa. Ajo e dëgjoi me vëmendje dhe pa paragjykim ndërsa ai tregoi ofertën dhe dilemat e tij. Elisa, mund të bëjmë një fitim të madh, por nuk mund të veprojmë në mënyrë të padrejtë, tha ai me vendosmëri. Nuk mund të dëmtojmë njerëz të pafajshëm për të arritur suksesin. Ajo e shikoi gjatë dhe pastaj buzëqeshi, me një ndjenjë krenarie që nuk e kishte fshehur dot. Ardi, kjo është arsyeja pse të kam besuar. Nuk është vetëm aftësia për të menaxhuar projekte që tregon vlerën tënde, është karakteri yt. Dhe te ky karakter qëndron fuqia jote e vërtet. Vendimi ishte i qartë. Ardi refuzoi ofertën e padrejtë dhe propozoi një alternativë që ruante parimet dhe gjithashtu mund të sillte fitime të ndershme për projektin. Investitori, i habitur nga guximi dhe integriteti i tij, pranoi me rezerva. Por për Ardin kjo nuk ishte thjesht një fitore biznesi, ishte një triumf i shpirtit të tij. Në atë mbrëmje, ndërsa qëndronte pranë dritares së pallatit, duke shikuar dritat e qytetit që ndriçonin errësirën, Ardi ndjeu diçka të re. Një ndjenjë të thellë qetësie dhe fuqie të brendshme. Ai kuptoi se jeta e tij nuk ishte më e njëjta. Ai kishte fituar jo vetëm mundësi, por edhe vetëdijen se mund të qëndronte i drejtë në çdo situatë.
pavarësisht presionit dhe frikës. Elisa ju afrua dhe vendosi dorën mbi supin e tij. Ardi, tani e di që je gati për çdo gjë. Nuk është vetëm bota që ka ndryshuar për ty, ti vetë je ndryshuar. Dhe kjo është më e vlefshmja nga gjithçka. Ardi buzëqeshi, duke ndjerë një lidhje të veçantë me Elisan. Nuk ishte më vetëm një djalosh i thjesht nga lagja. Ai ishte një njeri që kishte mësuar të përballej me sfidat, të mbante parimet dhe të ndërtonte të ardhmen e tij me vendosmëri dhe guxim. Por Ardi e dinte se rruga e tij nuk ishte mbaruar ende. Përballja me sfida të reja, njerëz të sofistikuar dhe situata të paparashikueshme do të vazhdonte. Dhe ndërsa nata rodhi mbi pallatin e shndritshëm, ai u përgatit për kapitullin tjetër të jetës së tij. Një kapitull ku çdo zgjedhje do të kishte peshën e saj, dhe ku guximi, karakteri dhe zemra do të testoheshin më shumë se kurrë. Pas suksesit të projektit ndërkombëtar, Ardi ndjeu një ndryshim të thellë brenda vetes. Ai nuk ishte më vetëm djali modest i lagjes. Tani ishte një njeri që kishte përballuar sfida të mëdha. Kishte ruajtur integritetin dhe kishte fituar respektin e atyre që më parë nuk e kishin parë. Por me çdo sukses vinte edhe përgjegjësi e re, dhe jo çdo gjë ishte e lehtë për të përballuar. Një mëngjes, ndërsa po shikonte emailet që kishin bërritur gjatë natës, ai gjeti një mesazh të pazakontë. Ishte një ofertë për një mundësi investimi që dukej jashtëzakonshme. Një projekt i madh që mund të transformonte jo vetëm pasurinë e tij, por edhe statusin e tij në botën e biznesit. Por ndarja e këtij projekti nuk ishte e thjeshtë. Kishte rreziqe, konkurrencë të fortë dhe një presion të papar mbi vendime që duhej të merrte. Ai ndjeu një përzierje emocionesh, frikë, emocion, përgjegjësi dhe një lloj gëzimi të fshehur. Ai e dinte që çdo hap që do të merrte do të kishte pasoja serioze, dhe kjo herë nuk ishte vetëm një test biznesi, ishte një test i karakterit dhe i zemrës së tij. Elisa, që e kuptoi menjëherë tensionin në fytyrën e tij, u afrua dhe foli me zë të qetë. Ardi tani po hyn në një fazë tjetër. Nuk është thjesht një mundësi për fitim, është një mundësi për të treguar se kush je vërtet. Çfarë do të bësh? Ardi e shikoi gjatë, duke ndjerë një presion që mund të shtypte çdo tjetër. Por brenda tij ndjeu forcën që kishte ndërtuar gjatë muajve të fundit, guximin për të qëndruar i drejtë, vendosmërinë për të mos e humbur identitetin dhe kurajën për të marrë përgjegjësitë që i takonin. Zonja Elisa, do të bëj gjithçka që mundem. Nuk dua të humbas këtë shans, por as nuk do të komprometoj atë që e di se është e drejtë, tha ai me një vendosmëri që e surprizoi edhe vetë. Elisa buzëqeshi dhe vendosi dorën mbi supin e tij. Ky është Ardi që kam besuar se mund të bëhet. Tani duhet të tregosh botës se nuk është vetëm pasuria që bën një njeri të madh, por guximi, integriteti dhe vendosmëria. Dhe kështu një kapitull i ri filloi për Ardin. Një kapitull i mbushur me mundësi, sfida dhe zgjedhje që do të testonin jo vetëm aftësitë e tij, por gjithashtu zemrën dhe shpirtin e tij. Ai e dinte se rruga do të ishte gjatë, e ndërlikuar dhe plot me dilema, por për herë të parë ndjeu një besim të brendshëm që mund të përballonte gjithçka. Natën që pasoi, ndërsa shikonte dritat e qytetit nga balkoni i pallatit, Ardi kuptoi diçka thelbësore. Nuk ishte vetëm për suksesin dhe pasurinë, ishte për të bërë atë që ishte e drejtë dhe për të mbajtur veten besnik ndaj asaj që ai besonte. Dhe kjo ishte forca që do ta çonte përpara, kudo që rruga e tij do ta çonte. Disa ditë pas nisjes së projektit të ri, Ardi filloi të kuptonte se suksesi nuk ishte thjesht një çështje menaxhimi parash apo vendimesh financiare. Sfida më e madhe vinte nga njerëzit, nga ata që përpiqeshin ta sabotojnë, nga ata që nuk e kuptonin ndryshimin e tij dhe nga ata që prisnin një gabim për ta kritikuar. Një situatë e papritur u shfaq. Një nga bashkëpunëtorët e projektit, i cili duke i besueshëm, filloi të vendoste pengesa të fshehta që mund të shkatërronin progresin e të gjithë ekipi. Ardi e kuptoi shpejt se kishte përballë jo vetëm rreziqe të jashtme, por edhe tradhti të brendshme. Ai ndjeu një përzierje frike dhe vendosmërie. Në vend që të reagonte me zemërim, ai kujtoi mësimet e Elisas. Një vendim i mençur kërkon qetësi dhe durim, jo impuls. Ardi vendosi të vepronte me takt. Ai mblodhi informacion dhe argumente, dhe me kujdes i bëri ballë situatës. Nuk ishte e lehtë, çdo hap kërkonte durim dhe një qartësi të rrallë mendore, por duke përdorur integritetin dhe vendosmërinë e tij, ai arriti të korrigjonte gabimet dhe të siguronte që projekti të mos dëmtohej. Elisa e vëzhgoi nga larg dhe ndjeu krenari. Ajo e dinte që këto sfida ishin më të vështira se çdo problem financiar, sepse provonin karakterin dhe durimin e Ardit. Pas ditës së gjatë, ndërsa ulën në sallonin e madh të pallatit, Ardi foli me një ndjenjë të veçantë. Zonja Elisa, nuk është e lehtë të përballosh jo vetëm rreziqet e jashtme, por edhe njerëzit që mund të jenë të pabesë. Por tani e kuptoi diçka.
Suksesi nuk matet vetëm me fitimet, por me atë se si përballon sfidat dhe mban parimet e tua. Ajo buzëqeshi dhe ju afrua. Ky është mësimi më i madh, Ardi. Ti po rritesh çdo ditë. Nuk është vetëm pasuria që tregon forcën tënde, por guximi për të qëndruar besnik ndaj asaj që e di se është e drejtë. Por sfidat nuk mbaruan aty. Një mesazh tjetër papritur nga një investitor i huaj paralajmëroi se konkurenca po tentonte të marrë nën kontroll projektin ndërkombëtar. Kjo ishte një provë e re që kërkonte vendime të shpejta, mençuri strategjike dhe një kurajo të madhe. Ardi e kuptoi që rruga përpara do të ishte e gjatë dhe e vështirë, por tani kishte një forcë të re brenda vetes. Përvojën, karakterin dhe mbështetjen e Elisas. Ai e dinte që çdo vendimi duhet të merrej me kujdes, por gjithashtu me vendosmëri, sepse çdo hap tani ndikonte jo vetëm tek projekti, por tek ardhmja e tij dhe tek njerëzit që i besonin. Në atë moment, ndërsa nata mbulonte qytetin dhe dritat e pallatit ndriçonin errësirën, Ardi ndjeu një bindje të fortë. Nuk kishte rrugë mbrapa. Çdo vendim, çdo zgjedhje dhe çdo veprim do të përcaktonin jo vetëm suksesin e tij, por edhe njeriu që po bëhej. Ditët e fundit të projektit ndërkombëtar ishin më sfiduese se çdo gjë që Ardi kishte përjetuar deri tani. Tani ai nuk po përballej vetëm me konkurrencë të ashpër, gabime të mundshme dhe presion financiar, po përballej edhe me dilema personale dhe emocionale që testonin jo vetëm mençurinë, por edhe zemrën e tij. Një situatë e papritur shpërtheu. Një investitor me reputacion të dyshim tentoi të manipulonte projektin, duke kërcënuar të shkatëronte gjithçka nëse Ardi nuk pranonte të bënte kompromis. Por djaloshi i zakonshëm i lagjes nuk ishte më i njëjti. Ai e kuptoi menjëherë se kishte një zgjedhje: të dorëzohej dhe të pranonte kompromisin, ose të qëndronte besnik ndaj parimeve të tij dhe të luftonte për atë që ishte e drejtë. Ardi mori frymthell dhe kujtoi çdo moment të rrugtimit të tij, ditët kur kishte mësuar, kur ishte trembur, kur kishte rënë dhe ishte ngritur sërish, dhe mbi të gjitha, kur kishte përjetuar mbështetjen e Elisas. Ai vendosi të vepronte me kurajo dhe mençuri. Me një qetësi të jashtëzakonshme, ai organizoi një takim me investitorin dhe ekipin e tij. Ai shpjegoi strategjinë e tij në mënyrë të qartë dhe vendimtare, duke treguar se çdo kompromis që dëmtonte njerëzit ose projektin nuk do të pranohej. Rezultati ishte surprizues. Investitori i habitur nga vendosmëria dhe integriteti i Ardit pranoi kushtet e tij. Projekti u shpëtua dhe Ardi fitoi respektin e të gjithëve, jo vetëm për mençurinë, por për karakterin e tij të fortë. Në mbrëmjen e asaj dite, ndërsa qëndronte pranë dritares së pallatit, duke parë qytetin që ndriçonte në errësirë, Ardi ndjeu një ndjenjë të thellë paqeje dhe plotësie. Ai kishte mësuar diçka që nuk mund të blinte asnjë pasuri. Se forca e vërtetë e një njeriu qëndronte te integriteti, vendosmëria dhe guximi për të bërë atë që është e drejtë. Elisa ju afrua dhe vendosi dorën mbi supin e tij. Ardi e di që kjo rrugë ka qenë e gjatë dhe e vështirë, por tani e di diçka të rëndësishme. Nuk janë paratë që të bëjnë të madh, por guximi, zemra dhe vendosmëria jote. Ti nuk je vetëm ai djaloshi i lagjes, ti je një njeri që mund të ndryshojë jetën e vet dhe të tjerëve. Ai buzëqeshi dhe ndjeu një lidhje të veçantë me Elisan. Nuk ishte thjesht fal për mundësinë që kishte marrë, por për besimin dhe mbështetjen që i kishte dhënë dikush që e kishte parë potencialin e tij. Në atë moment, Ardi kuptoi diçka thelbësore. Jeta nuk është vetëm për fitime ose status, është për guximin për të qëndruar besnik ndaj vetes, për të ndihmuar të tjerët dhe për të marrë çdo sfidë si një mundësi për të rritur. Ai kishte filluar rrugën si një djalosh i thjesht, por tani ishte bërë një njeri i plot, i fortë dhe i mençur. Dhe ndërsa nata mbulonte qytetin, Ardi e dinte se çdo hap që kishte bërë deri tani kishte një kuptim të madh. Ai nuk po ndërtonte vetëm pasuri ose sukses, po ndërtonte veten e tij. Dhe asgjë nuk mund ta ndalte më. Në fund, jeta e tij ishte një testament i fuqisë së vendosmërisë, guximit dhe integritetit, dhe një dëshmi se, pavarësisht prej ardhjes ose sfidave, çdo njeri ka mundësinë të ndryshojë fatin e vet dhe të lërë një gjurmë të paharrueshme në botë.